Alicia Burney, modeli e njohur e rrjetit YouTube, ka vdekur në mënyrë të pashpjegueshme pak ditë para ditëlindjes së saj të 25. Vëllai i saj i shtangur, Charles Brunei, i cili ishte me të në momentin e vdekjes, mundohej të sqaronte dezinformacionin mbi arsyet e mundshme të tragjedisë. Ai tha se motra kishte pësuar një krizë astmatike teksa flinte, e cila kishte shkaktuar vdekjen në mënyrë të pashpjeguar. Modeli e ndjekur amerikane kishte më shumë se 5 milion ndjekës në rrjetet sociale, dhe në kohën e vdekjes ajo me të vëllan ishin me pushime në Meksik. I vëllai tha më tej se motra e tij e ndjer nuk merrte drogë dhe ishte një individ që e donte jetën dhe veten e saj. Nuk e di se si ndodhi vdekja e motrës time, por ka shumë spekulime në rrjet që nuk kanë kredibilitet dhe nuk duhet të besohen. Motra ime nuk përfshihej në mjedise që çojnë në të tilla situata. Ajo ishte bujare dhe e hapur për udhëtimet e saj. Ishte kreative dhe orientuar te objektivi, teksa punonte për marrjen e diplomës në media digjitale. Përveç prezencës online, Alicia kishte krijuar kompaninë e saj të produksionit, A Burney Production, me të cilën punonte që kur ishte 19 vjeçe. Pas lajmit të vdekjes së papritur, ndjekësit e saj dërgonin shumë mesazhe ngushëllimi. Alicia, jam duke qartë tani që mësoj këtë, me ty kam kaluar depresionin, ti më gëzoje kur isha e trishtuar, shkruan një prej ndjekësve. Ndërsa një tjetër shtonte, gjëra të çmendura po ndodhin, kjo më lëndon shumë. Unë do të vijoj të luaj videot e tua në YouTube. Faleminderit që na ke ndihmuar në ditë të vështira.